populli i Iranit do dalin në rrugë dhe do ta rrëzojë regjimin. Ama kjo nuk ndodhi dhe në këto momente ne e gjejmë Amerikën të bllokuar në një konflikt të atill gjeopolitik që amerikanët nuk e kanë parashikuar kurrë. Dhe tani më Irani është hyrë në një nga fuqitë kryesore të botës. Irani në këto momente krahasohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Rusinë, me Kinën, si fuqitë kryesore që vendosin politikat botërore, sepse duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani ka arritur që aleancën që amerikanët dhe britanikët përpara tyre ndërtuan me regjimet arabe që me mundjen e perandorisë osmane dhe me monopolin që anglo-amerikanët kanë mbi tregtinë e botës, domethënë anglo-amerikanët kanë qenë për këto 100 vitet e fundit mbretërit e oqeaneve. Tani më Irani, duke mbyllur kanalin e Hormuzit dhe pamundshmëria e perandorisë judeo-amerikane për të hapur kanalin e Hormuzit, i ka futur amerikanët në një çmerr që ata nuk e kanë imagjinuar dot. Për personat që ndoqën intervistën e Benjamin Netanyahu me televizionin CBS, programi 60 Minutes, Netanyahu mundohej që të justifikojë në këtë intervistë, ku thoshte jo, nuk jam unë që mashtrova Trumpin, jo, ne nuk e dinim që Irani do ta bënte këtë, po e bëri, jo, po si t'ja bëjmë, po jo, nuk mbyllet kjo luftë pa e zhdukur Iranin, sepse Irani është koka e gjithë rezistencës kundër Izraelit, jo, duhet t'i marrim armët nukleare Iranit, me të mek që vetëm Izraeli dhe Amerika duhet të kenë armë nukleare, me të cilat të shantazhojnë të gjithë botën e Islamit. Dhe në këto momente, më fal, domethënë me përfundimin e kësaj luftës 40 ditore, amerikanët dështuan. Domethënë Irani nuk e mundi Amerikën, sepse Amerika është superfuqi e detrave, por as Amerika nuk e mundi dot Iranin dhe lufta ka përfunduar në një remi, domethënë ku asnjëra palë nuk e mund dot tjetrën, por Irani është, nëse ke paraton ndeshjet e boksit me ata boksierët, kur një boksier që është më i vogël përleshet me një më të madh, dhe ai i madhi, domethënë mund ta mundi këtë të voglin, të vegjëlit zakonisht e fitojnë luftën duke rezistuar sa më shumë raunde. Dhe në këto momente SBA-ja nuk e hedh dot Iranin nokaut. Irani nuk e shkatron dot perandorinë amerikane, por postot për amerikanët dhe aleatët e tyre zionistë arab janë të papërballueshme. Domethënë kemi një krizë globale që po zhvillohet nga kjo luftë, por gjithë njerëzimi është duke paguar haraçin e Izraelit. Holc, gjithsa the janë një mori ngjarjesh shumë të rëndësishme. E para ku do doja të fokusohesha dhe që lidhet me atë që ka shumë komentatorë që thonë që po ndryshon arkitektura e sigurisë në lindjen e mesme, është pikërisht lajmi që bëri jehon që Arabia Saudite edhe Kuvajti bllokuan hapësirën ajrore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, edhe përdorimin e bazave amerikane në për sa i përket një mundësie për të marrë një ofensiv tjetër ndaj Iranit. Pra, si e vlerëson këtë vendim, se bëri e onë se as që ishte menduar ndonjëherë që të kishim këtë lloj vendimi apo rebelimi të Arabia Saudite, duhet thënë që është vendi më i rëndësishëm në atë rajon. Puna është që këto regjimet arabe, të cilat sidomos që nga lufta e Yom Kipurit të vitit 1973, kur një fuqi islamike arabe që ishte Egjipti në të kohë, e çoi Izraelin dhe Amerikën drejt
një humbje gjeostrategjike me Egjiptin, ku kësaj lufte ju bashkua edhe Arabia Saudite, ku mbreti Faisal Rahmet Faz, të cilin edhe e vranë më pas, mbylli tubacionet e naftës Arabisë Saudite, që nga ajo kohë kur Arabia Saudite kishte fuqi që t'i imponohej Amerikës dhe Perëndimit me vrasjen e mbretit Faisal, me ardhjen e Fehdit, Amerikanët ja lidhën telat Arabisë Saudite. Por që nga viti 1974, kur kemi marrëveshjen e petrodollarit, Sauditët u bën si punë e kosovarëve që thonin Allahu në qiell edhe Amerika në tokë. Ama çka ka ndodhur në këto momente është se kjo lufta 40 ditore i tregoi sauditëve që nuk është më Allahu në qiell dhe Amerika në tokë, por Allahu ka krijuar Republikën Islamike të Iranit, e cila ka mundësi që ta dëboj Amerikën nga gjiri persik. Dhe Arabia Saudite, me këto diktaturat beduine të gjirit persik, janë trëmbu shumë tashmë, to janë të trëmbura në njërën anë nga Izraeli, ku Izraeli në mënyrë të hapur e deklaron që do bëj atë që njihet Erec Izrael, dhe pas rrëzimit të Bashar al-Assadit dhe instalimit të agentit të tyre Ahmed Shara në Siri, pushtimit apo marrjes me dhunë të territoreve siriane, pushtimit të Libanit, të bregut perëndimor të Gazës, ku izraelitët hapur thonin që duhet bëjmë Izraelin e madh, tregonin harta ku ky Izraeli i madh do shkojë deri në Medinë, arabët dhe sauditët në veçanti u trembën nga ky Izrael, i cili në vitin 2025 edhe bombardoi Dohën në Katar. Ky Izrael i cili ishte kaq i tmerrshëm, fitoi një arrogancë të atill, sikur Napoleon Bonaparte, kur ai pushtonte Evropën në fillim të shekullit të 19 dhe mendonte që ishte perandori i Evropës. Netanyahu, duke komanduar perandorinë amerikane, u kthye në një farë Napoleon Bonaparte të lindjes mesme. Dhe në luftën 12 ditore që ndodhi në qershor, për sa kohë ishte gjallë Ali Khamenei, kundër përgjigja iraniane, ndërsa ishte masive nga aspekti teknologjik kundër Izraelit, ku në ditën e 9 të luftimeve amerikanët e lutën Iranin aman, hajde bëjmë armpushim, sepse Izraeli nuk mbrohej dot më. Irani nuk arriti që të kishte fitoren që do kishte tani në luftën e Ramazanit në shkurt mars 2026, ku me vrasjen e Khameneit, i cili gjithmonë e mbante Iranin të moderuar dhe nuk e lejonte Iranin që të kthehej në një fuqi ekspansioniste, çka ka ndodhur tani pas luftës 40 ditore, Irani është kthyer në një fuqi ekspansioniste. Domethënë, Irani në këto momente, nëse fjala bie Izraeli është Gjermania naziste dhe Netanyahu është Hitleri, Irani në këto momente po sillet sikur Rusia e Stalinit, që po shkon në kundër ofensiv. Dhe këto regjimet arabe, të cilat që nga viti 1974 kanë menduar që gjithmonë s'ka problem se kemi bazat amerikane dhe na ruajnë amerikanët, sikur thotë edhe Rama që jemi në NATO ne dhe kemi atë artikullin e 5 NATO-s, edhe ja pusim gjumit, pritur këta u çuan nga gjumi, sepse e kanë që uria që Irani lëshoi me vrasjen e Khamenei, ku Irani shkatroi dhe dogji të gjitha bazat amerikane në tokat arabe, por edhe goditi kryeqytetet arabe, që nga Riyadhi, Dubai, Doha, Kuwait City, Manama e të tjerë, arabët në këto momente janë trembur. Dhe Arabia Saudite ka ardhur në konkluzion, sigur edhe Kuwaiti, që i mbyllën hapësirën ajrore amerikanëve, që i thanë amerikanëve, një moment, ju nuk keni Allahun tokë dhe Allahun qiell dhe Amerikën në tokë, po pas ka dhe fuqi tjera. Kështu që na mbani neve larg kësaj luftës që ju po bëni me njëri tjetrin,
sepse kjo nuk është lufta jonë, kjo është lufta për Izraelin që është armiku jonë. Ne nuk i duam iranianët se ata janë shite, ne jemi beduin arabe tjerë, por ne nuk duam bëjmë pjesë e kësaj lufte. Dhe kjo po i bën tani arabët me përjashtim të Emirateve Arabe, ku Dubai domethënë është kthyer pak a shumë sikur Tirana e Edi Ramos që është kthyer në një vend kamikaz, i cili edhe po merr gjithë goditjet dhe Irani tani po e kthen Dubain, Abu Dhabin dhe Fuxhairën po i kthen pak a shumë sikur Izraeli sillet me Beirutin edhe me Libanin e Jugut, përveç Dubait, i cili është vend kamikaz dhe nuk ka nga ta mbaj, vendet e tjera arabe po thonë ç'na duhet ne në këtë luftë, ne duam të tërhiqemi, të shohim hallet tona. Dhe në anën tjetër, çfarë ka ndodhur është se duke mbyllur kanalin e Hormuzit, vendet arabe po hynë në një krizë që ata nuk e kanë imagjinuar ndonjëherë. Ne kemi biseduar këtu në bisedat e kaluara të bashkë, që vende sikur Kuvaiti që flejnë në mbi arin e zi, sikur Arabia Saudite, sikur Emiratet Arabe, tani më po marrin borxh nga amerikanët për të financuar buxhetet e tyre, sepse nuk ja ka pritur ndonjëherë mendja që Irani mund të mbyllte kanalin e Hormuzit, dhe këta nuk do të ishin më të aftë as që të shitnin naftë, dhe as që të merrnin ushqime. Dhe iranianët ua kanë bërë shumë të qartë beduinëve arab. I kanë thënë që nëse nga territoret tuaja amerikanët na sulmojnë dhe na shkatrojnë, neve do t'ju sulmojmë herën e dytë edhe më keq dhe do shkatrojmë të gjitha centralet e pastrimit të ujit që ju keni, që ju mbajnë këto oazet tuaja të ekzistojnë. Kjo është në rast sulmi Ols, por pas incidentit në atë ishullin Keshm, pas bombardimin ishullin Keshm, Irani ka shpallur armik Emiratet e Bashkuara. Pra, nga Saudia dhe Kuvaiti kemi dhe këtë ndryshimin në raport me veçimin e Emirateve të Bashkuara dhe shpalljen e saj armik. Si ta lexojmë këtë zhvillim dhe çfarë pasojash do të ketë për ato, për Dubain, për Abu Dhabin? E para është që Irani e kuptoi gjatë luftës 40 ditore që armiku më i rrezikshëm i tij që është i afërt është Emiratet Arabe. Biles mediat iraniane nuk i quajnë më Emiratet Arabe, po i quajnë Emiratet Zioniste. E dyta, Irani kuptoi që shumica e sulmeve që kanë ardhur, biles edhe sulmi për vrasjen e Imam Ali Khamenei, kanë ardhur nga Dubai, nga Emiratet Arabe. Ata e kuptuan që shumica e raketave, e bazave vinin nga këto dy vende që ju bashkangjitën akordeve abrahamike, Bahreini dhe Emiratet Arabe. Iranianët kuptuan gjithashtu që vuajtja e tyre me vite të tëra, ku këta nuk ishin shi, vinte si pasojë e qëndrave të modifikimit të kohës që Izraeli ishte ndërtuar në Emiratet Arabe. Dhe tani më ata e kanë shumë të qartë që armikun e kanë thjesht përtej detit, e kanë afër, mund ta harrin shumë kollaj, ja që avionët amerikan dhe izraelit edhe kur vinin që bombardonin Iranin, kalonin në hapësirën ajrore të Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe, ku edhe furnizoheshin me benzol, dhe iranianët e kanë kuptuar që armiku janë Emiratet Arabe, ne nuk do t'i lejojmë Emiratet Arabe që të ekzistojnë për sa kohë që Izraeli me Amerikën nuk ndërpresin terrorin e tyre kundër Libanit, kundër Hezbollahit, kundër Hamasit, kundër Gazës, kundër boshtit të rezistencës dhe kundër nesh. Pra, ndërsa Izraeli po ndjek strategjinë e tokës së djegur me Libanin dhe me Palestinën, ku vret edhe rrafshon qytete, edhe iranianët kanë ardhur në të njëjtën konkluzion që edhe neve do ta djegim Dubain. Dhe në këto momente që ne po flasim, se do të kuptojmë diçka, këto shtetet si Dubai,
apo qytet-shtetet, edhe Abu Dhabi, janë shtete bregdetare. Prosperiteti i tyre varet nga deti. Në det ata shesin, nga deti marrin ushqimet. Në këto momente që Irani ka kthyer ngushticën e Hormuzit në një liçen iranian, ku askush nuk hyn edhe nuk del dot, ku Irani në këto momente po sillet pak a shumë sikur Rusia në vitin 2022, kur pushtoi detin e Azovit dhe mori qytetin e Mariupolit dhe ja mori Ukrainës të gjithë detin e Azovit, këto shtetet e Emirateve Arabe do të shkatrohen. Si do të shkatrohen, Olc? Prap, do shkatrohen para nga ana ekonomike, ato nuk do shesin më naftë, nuk do jetë më Dubai, ai qyteti i këtyre hajdutëve që pastronin para, nuk do jetë më Habibi come to Dubai. Dubai nuk do marrë më ushqime nga deti. Gjërat do rriten dhe Dubai, Emiratet Arabe nuk do shesin më naftë. Atë që bëri gardë. Jo, vetëm për perifrazim. Pra, Irani nga ky moment i shpalljes së Emirateve të Bashkuara Armik mund godas sa herë ti teket, kur ti teket, kur mendon se rrezikohet, le të themi, siguria, apo jo? Deklarata më e fundit e Gardës Revolucionare që u bë dje është që Garda Revolucionare i tha amerikanëve, por çdo cistern apo anije që ju do na godisni, ne do godasim flotën tuaj, bazat tuaja dhe Dubain, Emiratet Arabe. Do të thonë, ju na godisni në një anije, ne kundër përgjigjemi dhe do të godasim Dubai. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Dubai, që ishte bërë qyteti i ëndrave, qyteti i Kim Kardashianëve, i Epsteinëve, i prostitutave që vinin nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe nga Evropa lindore, në vendi ku Edi Rama shkonte dhe hante kështu, domethënë tek ai turku që hante ato, ku dëgjon që ja tiqte mishin ai turku etj. Nuk do ekzistojë më. Domethënë Dubai do digjet sikur Beiruti. Nuk do ketë më Dubai. Kjo është problemi, nuk do ketë më Abu Dhabi. Biles ka po flitet në këto momente është që ka nisur luftë brenda emirëve të ndryshëm të Emirateve, po flitet që Abu Dhabi apo edhe Sharjah po mendojnë që të shkëputen nga unioni me Abu Dhabin edhe me Dubain e tjere. Që ato principatat. Ato principatat, Emiratet. Ose të bëhen Emiratet, ose të bëhen pavarur, ose të bashkangjiten në Arabi Saudite. Dhe duhet kuptojmë këtë gjë, që tani në këto momente beduinët arab janë ndarë në dy kampe kryesore. Njëri kamp është ai me Arabin Saudite, po Arabia Saudite, të cilën duhet vlerësuar, refuzon që t'i bashkohet akordeve abrahamike, dhe për personat që mbajnë mend rreth një muaji më herët, Trumpi dha edhe një intervistë ku thoshte tani thoshte që u bë kjo lufta, thoshte ai Muhamet Selmani nuk do më bëj mua më numra, po do vi do futi dytën dhe do t'i bashkohet akordeve abrahamike se s'ka nga ta mbajnë se e mbrojmë neve. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Arabia Saudite, princi kurorës Mohammed bin Selmani kanë marrë një vendim. Ne nuk do bëhemi Dubai. Ne do vazhdojmë traditën tonë si beduin, ta mbajmë mirë edhe me Amerikën, edhe me Iranin. Kjo nuk është lufta jonë, ne duam të shesim naftë. Dhe në këto momente Emiratet Arabe janë kthyer pak a shumë janë bërë kamikazi i gjirit persik, që nuk kanë nga ta mbajnë më, se sauditët nuk i duan, dhe i vetmi që i kanë ngelur atyre, Irani ka shpallur hapur armik, i vetmi që i kanë ngelur është Izraeli me Amerikën. Dhe ata janë si punë ati të mbyturit që duan thjesht kapin një dorë që të mbjetojnë. Emiratet janë kthyer pak a shumë sikur Shqipëria e Edi Ramës, i cili e ktheu Shqipërinë në një vend kamikaz kundër Iranit duke strehuar mujahidinët iranian, po Shqipëria duke qenë larg, Irani nuk ka çfarë të bëjë. Olc, ndërkohë shkojmë tek ajo pika tjetër që lidhej me negociatat, pra paskenat e një negociate apo një pakti armëpushimi. Thuhet që
dhe është caktuar vizita zyrtare e presidentit Trump nga 13 deri në 15 një vizitë zyrtare në Kinë, ku normalisht përpara vizitës së Trump ishte ministri iranian Arakçi, i cili në një farë mënyrë bëri një vizitë zyrtare dhe mori mesazhet e Kinës në raport me se si duhet mbyllur apo se si mund të kemi një armë pushim. Si e vlerëson këtë takim dhe a do t'jetë ky takim vullosja e një rendi të ri në lindjen e mesme? Nuk besoj që do ketë vullosje të një rendi të ri, nga që e para kinezët e dinë që Trumpi është armiku tyre, Amerika është armiku tyre. E dyta, kinezët nuk janë të kënaqur nga lufta që po ndodh, por ata e dinë shumë mirë se qëllimi final i kësaj lufte, përveç ides biblike të Izraelit madh, është Kina. Domethënë, Trumpi e ka deklaruar publikisht që ai edhe ja kërkoi edhe iranianëve ku nisi lufta, i tha juve do na jepni neve naftën, do t'u ashesim neve naftën. Dhe ju heqim neve gjithë sanksionet. Domethënë Trumpi kërkonte që ta kthente Iranin në një Venezuelë, atë që i bëri Venezuelës, që ja rrëmbeu Maduron, por e mbajti regjimin socialist në pushtet dhe u tha vetëm ma jepni mua naftën do ta blejmë neve dhe ne do e shesim dollar. Ose ta kthej Iranin në një Arabi Saudite ku në pushtet janë disa beduin dhe naftën e tyre e marrin amerikanë dhe shesin tregun ndërkombëtar. Dhe duke bërë kjo gjë, qëllimi final i Trumpit ishte që mos t'i jepte më opsione Kinës, sepse ne e dim që Kina në pjesë shumë të madhe të naftës saj e merr nga gjiri persik. Ndërsa naftën e Kuvajtit, Arabi Saudite, Abu Dhabit i kontrollon Amerika, naftën e Iranit nuk e kontrollon Amerika. Dhe kinezët në këto momente, edhe pse nuk janë të kënaqur nga kjo luftë që po bëhen, ata janë shumë të kënaqur nga rezistenca e Iranit dhe nga fitoret e Iranit, nga që ata e dinë që lufta e Iranit me SBA dhe Izraelin është pjesë e luftës kundër tyre. Nga që ata e dinin që plani amerikanëve ishte që pasi